ruajtja e kohës. Normalisht njerëzit që e ruajnë kohën jashtë Ramazani, ata mërmene se e humbin Ramazan? Jo, vallahi. Andaj ata e kanë ruajtur këtë kohë në maksimum gjatë muajit Ramazan. Madje Ibn Qayyim rahimullah e përmend ruajtjen e kohës në nivel shumë të lartë të bujarisë. Kur përmend llojet e bujarisë, bëre nuk ka vetëm në kuptim material. Ai përmend 10 lloje të bujarisë. Dhe në këtë renditje ruajtja e kohës, kur dikujt jep kohën tonë, është në nivel shumë të lartë të kësaj renditje. Për shkak të rëndësisë që ka pas. Para më në vënderuar, kur koha arrin të klasifikohet më lartë se pasuria, do të thotë, dikujt për tyre më shumë ju ka dhimbt, me t'i dhonë 10 minuta, se me t'i dhonë 100 euro. Ma le t'i ka dhonë 100 euro, se 10 minuta. Nëse të knesët, koha 1 orë, 60 minuta, nuk mund të krahasohet në është ta mos flas në banalitet, po me pare, por çdo kush për e din se çka kish me dhon për para, se me dhon 10 euro. Sa për kohës kish me dhon. Dhe këta kanë lëzu kështu kohën. Dhe kanë çmu shumë. Prandaj ky çmim i kohës, ruajtja e kohës padyshim se është bart në Ramazan. Në Ramazan e ndëruar është kohë e caktuar. Allahu thotë ayaman ma'dudat, ditë të numëruara, përmes ose përgjatë të cilave ti duhesh me gjetë diçka aty. Kalon koha, u kry, përfundoi, duhesh me lëshu kimikun në tokë, në tavolinë, s'ka mo, po e di këtë për, po përfundoi mo. Të mirët provimi atë. Edhe pse ndoshta e ke ditë, po se ke zgjuar kohën me shkru, apo ata të vlerësojnë në bazë asaj që e ke shkruar brenda kohës së caktuar. Andaj sikurse e ka përmendur në shembull, përmendim këtë sallë këtu që jemi, apo në japët lajmi se këtu nuk gjindën, apo, po të në japët lajmi se këtu gjindën, për shembull, një thes me ari, aftën. E kam shefa e këto. Dikon, edhe është i msheft në bagi, dhe më thonë, në mënyrë perfekte, të përsosur. Edhe çdo kush për njerëzve këtu në sallë i ka 1 orë me e gjetë, aftën. Për çat 1 orë, aftën. A ki mu lemu në telefon, a me full me dikën ma bet, jo, vallaj, të shorë 1 orë, që të e kry tani keq, kush më ka thirë lemron, apet, së problem. Se 1 orë është kjo punë, mas 1 orë qëtë për i salë, apet, jetë pa thesin, apet. Në qështu e Ramazani, do punë që lemrau ma vonë, vëlla, mas Ramazani lemrau, mas Ramazani kry ato, se që të e ki, jetë të e lyp një punë që nuk mund me gjithë Ramazan. Prandaj ata e kanë çmu këtë kohë, nga se kanë ditë se është kohë limituar, e kufizuar. Prandaj, ndëgjoj jo veç fjalë për kohën, në përgjithësi që kanë thonë. E lëre mo çka kanë bua ata pas në Ramazan. Hasan al-Basri rahimullah ka thonë: "Inma anta ayyam wa bila dimit." Ti je një tërsi ditësh. Sa të shkon një ditë, shkon një pjesë e jotja. Dia a ka kalu dieshi? Në nga njëre fatkeqësisht. Subhanallah, kur të shikojmë kalendarin. Shkoj një muj ditë afën. Na kur themi shkojmë një muj ditë, vetën e përjashtojmë nga kjo shkurje. Shkoj qershori, e unë jo mit, ja. Zbashku me qershorin u shkuat një pjesë e jetës tonë, që s'kthehet më kurr. Allah alem çfarë pjesë u shku. Aja mu nuk kthehet më afën. Prandaj sa të lëviz kalendari se ka shku koha, dije se ka shkuat një pjesë e jote e pa kthyeshme. Kurmo dhe e pa kompenzueshme. Andaj duhet njëri me shtyzu. Sikur se ka thonë thash Hasan Basriu ka thonë: "Naharuka dayfuka fa ahsin ilayhi." Ka thonë dita, koha është musafir që ka ardhur te ti. Andaj respektoj musafirin, nga duhet me respektu. Parani musafiri ora ti kym asë këqyra asë gozit. Kujdesu për musafirin. Fa innaka in ahsanta ilayhi irtahala bihamdik. Nga se thot nëse i bën mirë musafirit, si dhe mirë me te, kur të largohet për teje, ku do që shkon të lavdron? Qershori që e ke, apo, që e kujdes për to, ku do që shkon ai? Ai të lavdron se më ka këqyr mirë filoni atë. Ndërsa uin asa'ta ilayhi, nëse nuk sillesh mirë me te, atëra ku do që shkon të përmend me çortim. Kjo është filoni asum këqyr ke bela, asu interzeke për mu bela, apo shkon duke të çortuar. Ndërsa thot gjithashtu Hasan al-Basriu se dunjaja është 3 ditë krejta. Dunjaja kem 3 ditë. E kaluara, e cila ka shkuar,
dhe nuk ki dorën ta. E ardhmja, nesërmja, që nuk e din e pret, në këto dyja janë 2 ditë, automatikisht ti s'ki dorën ta. Thjesht ti e ki veç një ditë në dunja, sot. Andaj qitë sotshmën, shfrytëzoje sa duhet. Prandaj në Ramazan çështë në softë. Sa dhe kam që ditë Ramazanit, sot duhet me mush full. Nuk e di nesër çka bëhet, a jam gjallë. Edhe në qofë se vëndëruar i e gjallë në tarmë, por smurash ose në udhtim, dita e kaluar që e shëzu që shduhet, ta mundëson që me marë se vapën e ditës së ardhme e pëse se duke punuar. A në shikojnë mirësin e shëzimit të se tashme. Dhe ashtu të ka thonë Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, se fjale njëhor, thot, më stepër me që janë penduar ka qenë atëherë, kur më ka kalu në dënë ditë, pa përfitur pejsoj së duhet. As dikush e përthen këtë fjallë, s'kom përfitur pejsoj fare, jas, ndodhi Ibn Mesudi me ikë dita pa përfitur fare, po s'ka përfitur nivel të kërkuarës të kriterive të tija. Nërse Ibn Qayyim thot, humbja kohës, dëgjëre, këta njerëz që flasin për kohën, vllazni, për shembull në kohën në Shawal, ose për këtë kohë është më rëndësi. As çysh flet kjo për Ramazan? Këto krahasime që ata i bojnë. Ibn Qayyim rahimahullah thot, humbja e kohës është më e keqe dhe më e rëndë se vdekja. Pse? Thot nga se vdekja të ndon nga dunjaja, ndërsa humbja e kohës të ndon prej Zotit. Sa është më e rëndë? Në humbja e kohës është më e keqe se me dekë. Se deka maksimum sa çka është, ndon për këtë dunjaja. Edhe ndoshta ndodhat atje ki më mirë, shkputje pozitive mirë. Në ka mundësi nga njëre, vdekja me armë të mira. Po sa që se vije mbas provave, telasheve, ngarkesave, është hajër. I pa humbja e kohës nuk mund të vije kur me të mira. Nga se përfundimi sa është të shkput nga Allahu xhalla xhelaluhu. Ndërsa njëri nga selefi ka thonë, në qoftë se mërzitesh, dhe gjë këtë fjallë, në qoftë se mërzitesh për humbin e pasurisë, atër qaj për humbin e kohës. Dhe gjithmonë një shkallë më nalt e keqardhës për humbin e kohës më shumë se humbin e pasurisë. E të qoftë se kanë kur të u pasurin, qatë me bu kur të u kohën? Atë gjithmonë të me kohën një shkallë. Një hapë më i avancuar humbja e kohës, më shumë se sa humbja e pasurisë. Kjo është e përgjithshme. Thash mos flasim për muajin